Engjëllusha publikon foto romantike krahët e fijuarit gjatë pushimeve në Itali. Engjëllusha Saliu. Përveç angazhimeve, këngëtarja e njohur Engjëllusha Saliu ka gjetur më në fund kohë për disa ditë pushime të merituara. Së bashku me të fijuarin e saj, Engji ka udhëtuar drejt Italisë për të shijuar bukuritë e këtij vendi dhe për të kaluar momente të veçanta pranë njëri tjetrit. Këngëtarja ka ndarë disa imazhe të mrekullueshme në rrjetet sociale, ku qartazi reflekton dashuria dhe lumturia që çiftin e shoqëron gjatë këtij udhëtimi. Me një sfond të mbushur me peizazhe italiane të bukura, ata duken të lumtur dhe të dashuruar duke shijuar çdo moment të pushimit të tyre. Romanca e tyre duket e fortë dhe e sinqertë, e cila reflekton në çdo postim të Engjit. Fansat e saj janë e pritje të lajmeve të reja dhe padyshim që do të presin me padurim momentin kur Engjëllusha dhe fijuari i saj të shkëmbejnë premtimin e altar, duke nisur kështu një kapitull të ri në jetën e tyre të përbashkët. Për t'u informuar për lajmet më të reja, klikoni butonin subscribe.